Vazhdojmë tani me përgatitjen. Fillimisht njën më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 400 ml krempona ose hopla për ëmbëlsira. Është mirë që kur të përgatitni ëmbëlsira të tilla, hoplën ta keni direkt nga frigoriferi i ftohtë. Në këtë mënyrë do të trashet më shpejt. Vazhdojmë tani që brenda tek ena shtojmë 4 lugë gjelle me sheqer në pluhur. Vazhdojmë përzijemi me mikser për 2-3 minuta derisa kremi pona të trashet mirë. Pasi e kemi përzier mirë dhe sigurohemi që kremi është trashur mirë, tani vazhdojmë që brenda ta shtojmë kremin e djathit. Kremin e djathit që unë e përdor zakonisht e zgjedh Labne nga marka Pënar. Mund ta gjeni në të gjitha supermarketet më të mëdha. Shtojmë tani 400 gram krem djathi, shtojmë brenda. Mund të shifni sa i trashë është dhe kjo është arsyeja që unë e zgjedh ta përdor gjithmonë këtë lloj të krem djathit. Pasi e shtojmë kremin e djathit, vazhdojmë dhe shtojmë 2 lugë gjelle me krem fëstëku. Përzijemi me mikser edhe një herë derisa gjitha produktet të lidhen dhe të bëhet një krem i mirë. Pasi sigurohemi që kremi është trashur mirë, pra është bërë kështu i fortë, ndalojmë duke e rrahur. Nga kremi që kemi përgatit, largojmë anësht 2 deri në 3 lugë gjelle. Do të na duhet për t'i dekoruar sipër ëmbëlsirat. Tani do të kemi nevojë që ta përgatisim pjesën e poshtme me biskota. Do të kemi nevojë për 100 gram gjalp. Unë po përdor gjalpin nga marka Pënar. Dhe e mira e këtij gjalpi është se mbrapa e keni të shkruar në gram se ku i bie fiks. Pra në çdo 50 gram e keni të ndarë. Një enë më të vogël do të shtojmë 120 gram biskota të bluara. Tani sipër biskotave e shtojmë gjalpën e shkrirë. Përzijemi mirë derisa të sigurohemi që të gjitha biskotat janë përzier me gjalpën. Kur e shtojmë gjalpën e nxehtë, është më mirë, biskotat zbuten më mirë. Sidomos kur përgatisim cheesecake të këtij lloji në gota. Ne marrim gota, çfarë do lloj gota që ju keni dëshirë që të përdorni për të shërbyer këto ëmbëlsira. Në fund të secilës gotë shtojmë nga 1 lugë e gjys me biskotat. Ne me ndihmën e një gote çaji shtypim lehtë që të na ngjiten biskotat dhe të na marrin formën e mirë. Tani vazhdojmë që sipër biskotave të shtojmë kremin e cheesecake-ut, cilin e përgatitëm. Mi mbushur gjitha gotat me kremin, vazhdojmë sipër që t'ju shtojmë krem fëstëku. Kremin e fëstëkut e kam shkrirë mbi avull dhe në total po përdor 100 gram krem fëstëku. Vazhdojmë që të shtojmë tani sipër secilës nga pak. E shkundim kështu që të bie kremi i fëstëkut sipër gotës në gjitha anët. Tani që janë ftofur pak ëmbëlsirat në frigorifer, pjesën e kremit që larguam anësh, që në fillim vazhdojmë dhe i dekorojmë pak. Unë do t'i dekoroj këtu në skaje në këtë mënyrë. Ju mund ta bëni dekorimin gjithmonë sipas dëshirës së juaj. Dhe të dashur miq, ëmbëlsirat janë gati. Kam përfunduar me dekorimin dhe gjithçka që kam bërë tani është që të provojmë dhe të shijojmë. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do të ngjellni të kënaqur edhe nga shija e kësaj recite. Deri në video recitat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.